Liga Demokratike e Kosovës, grupi parlamentar, bashkë me ekspertët tonë, sot do me shkembin Manaj, që jam këtu e prezent, e dorëzuam faktikisht kundërshtimin për ta bërë në gjykatën kushtetuese të ligjit për zyrtarët publik, plotësim ndryshimin e ligjit. Një ligj i cili ka kaluar në për kuvendin e Kosovës dhe i cili po ashtu ka qenë si vendim i gjykatës kushtetuese për pa pranueshmërinë e disa akteve të cilat kanë të bëjnë me ndërhyrjen direkte në administratën publike, në logjikën e pushtetit vetëvendosjes për kapjen e zyrtarëve publik, ta quaj kështu, dhe politizimin e skajshëm, i cili e dëmton edhe administratën e tërësi, por e dëmton edhe ecjen e Kosovës drejt integrimeve evropiane, që ka qenë edhe detyrë e jona në vazhdimsi, mbi të gjitha kanë qenë edhe kërkesë edhe e partnerëve evropian, si mbështetës të kësaj fushë. LDK mendon që ne nuk duhet të lejojmë që të kemi një administratë tërësisht të politizuar, sidomos një administratë e cila është investuar shumë që të jetë e pavarur, të ushtrojë detyrat e tyre sipas ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe në kuptimin e saj të jetë vazhdimsi me performancë të mirë, e jo vazhdimsi e tendencës e partive subjekte politike që të kemi një politizim dhe të kemi dëmtim mbi të gjitha për interesa klienteliste edhe me aferat mëdha korruptive siç ka ndodhur në këto 4 vite të këtij pushteti. Besojmë dhe shpresojmë që do të kemi një verdikt plotësisht në atë që ne e kemi kundërshtuar, duke pas për bazë që nuk janë marrë vërejtjet dhe as sugjerimet e Këshillit të Evropës, por as të Komisionit të Venecias, dhe kjo është me të vërtetë për të ardhur keq se në çfarë mënyre ka insistuar dhe insiston ky pushtet aktual që të politizoj administratën në Republikën e Kosovës. Në bazë të logjikës së ligjit tentohet në plotni, sidomos kanë të bëjnë me ushtrues të detyrave të zyrtarëve të lartë, pjesa tjetër që ka të bëjë me stafin e mesëm që quhet, dhe që nënkupton kapjen tërësishme politike në emrimet dhe në riemrimet e tyre, që nuk bazohen në performancë, por bazohen në preferenca politike. E kjo me të vërtetë është tepër e papranueshme dhe do duhet të ishte e papranueshme, por fatkeqësisht ky pushtet nuk kanë dëgjuar as ekspertët e pavarur, por nuk ka dëgjuar as këshillat e partnerëve evropian, sepse ata më shumë kanë punuar dhe janë marrë me këtë pjesë, dhe kjo e dëmton edhe insistimin tonë ose rrugtimin tonë në integrimet qoftë në Këshillin e Evropës apo qoftë në Unionin Evropian të familjes evropiane.